që në moshë shumë të hershme të fëmijërisë, Bashkim Saraqini u lidh me boksin në një kohë kur ky sport sapo po hidhte hapat e parë në Kosovë. Ai ishte ndër të parët që guxoi të ngjitej në ring në kushte të vështira, pa pajisje moderne, pa kushte profesionale, por me zemër të madhe dhe vullnet të pathyeshëm. Në udhëheqjen e trajnerit Barimaga, Saraqini u formua si boksieri i suksesshëm. Ai zhvilloi 33 meqe prej të cilave 12 përfunduan me nokaut, duke fituar përvojën në Mitrovic, Prizren, në klubin Vllaznimi e deri në Nish ku shënoi mbi 20 fitore. I në Kosovë jo kod boksa, unë Bashkim Saraqini e më ngjoj edhe u kod boksi i fshtie, fort një kod doza të këshia, e bëjshim ato ringin e bëjshim me heka, thesin e moshim me byk, e bëjshim, e kem pas të nërë Barimagen e kemi pas të nërë, u kodi i fshtia i Barimaga, u kodi i shnosh i fot, u kodi. Edhe unë ku bo 33 meqe boks, 2 rund i qishe në kaut. Ku pas i shishat 12 herë ku që kullën e kavaqit, për më bo ushtime. Garat e quan në qytete të ndryshme si Mitrovica, Prizreni në klubin e njohur të boksit Vllaznimi, e më pas edhe në Nish, ku mori pjesë në aksione me ndeshje të shumta. Aty ai regjistroi mbi 20 fitore në një boks të egur ku çdo duel ishte betejë me vete. Kemi bërë Mitrovica në Pazarane, kja u kon klubi Vllaznimi u thërke boksit. Qëto e më kon Nish, qëto ku ba pjesë në aksion e kon, që... A ki fitu në këtë? Po, 20 herë ku fitu. 20 herë ku fitu. E ku bo boks vaje, ku boksi i fshtia, e ku doza të këshia, e ku si këto që jërë tash original. Ringin e bëshim me heka, ringin në bagik, aty ku bo 10 herë boks në bagik. Por rruga ati nuk ishte vetëm sportive, ishte edhe më rrezikshme. Në ring, Bashkimi përballi pothuajse gjithmonë me kundërshtarët serb. Këtë shkijet i ku pas, kundërshtarë ku e më dalë më bo boks. Këtë shkijet i ku pas, bili që ta... Edhe ki fitu, apo? Po, 20 herë ku fitu. Basa mami e ku pas një shok janë, shko u kone mje, fati mje aty më thëke Bakima, ujo më zdil se kanë më të rej, e më rej. Më kanë të shpëthi të palën e veshit, mi ka thi 2 dhomë, po shqiet, kate e u kone. Një natë që ka fitu? Që dole më kanë prit, më kanë qitë plafin, më kanë qitë, kanë u zdi që shumë. Megjithatë, ai nuk u ndal. Historia Bashkim Saraqinit është historia boksit të hershëm në Kosovë, një sport i ashpër, i rrezikshëm, por i mbajtur gjallë nga guximet dhe krenaria atyre që hynë në ring pa frikë.